që ai pretendonte, të cilat do konsideroheshin krime lufte. Krime lufte. Sa deri tani, unë mendoj që kemi të bëjmë edhe me një bashkëpajësi ndërkombëtare. E them këtë për vetë faktin që në fillim të këtij viti ne pam një sulm prej 4 orësh, pra një operacion i mirëfillt ushtarak të SBA-s dhe kryesisht të Trump kundër Venezuelës, i cili erdhi dhe sipas duke rëmbyer dhe presidentin legjitim të Venezuelës. Në atë kohë pati një lloj hezitimi, megjithatë, unë nuk pash të paktën qoftë nga partnerët dhe aleatët e SBA-s që ti ke një lloj tërheqje veshje Trumpit në rast se mund ta themi kështu, për të thënë që shikoni se ju tashmë po shkeni të drejtën legjitime ndërkombëtare të gjitha institucionet ndërkombëtare se si duhen rregulluar këto situata, qoftë edhe sa i përket të gjithë asaj që ndodhi në Venezuelë. Duke i dhënë këtë lloj legitimiteti, pra, në hapjen e një kutije Pandore të rrezikshme me shumë të panjohura, duket si dha edhe një lloj frymëzimi tjetër ose një lloj mbështetje Trump që të vijonte me këtë aventurë të rrezikshme në Iran, sepse nëse e kujtoni, edhe në ditët e para që ndodhi ky konflikt në Iran, justifikuar. Shikoni, retorika që ka qenë i pashmangshëm ky lloj reagimi nga ana shtetet që themi, a ka qenë i pashmangshëm ose i shmangshëm, ne duhet të dimë arsyet se pse po bëhet dhe pse u nis ky operacion ushtarak në Iran. Ende, unë nuk e di, ndoshta të ftuarit këtu e din, po unë ende nuk e di realisht cilat janë arsyet sepse u bë ky konflikti i madh që mori pastaj edhe për masat të tilla gjeoekonomike dhe gjeostrategjike në Iran. Pra ende nuk kemi disa le të themi arsye të mirëfillte në tavolinë për të thënë se cilat janë ato arsye që na çuan neve në këtë konflikt. Pastaj për të thënë që a kemi apo jo sukses në këtë operacion, absolutisht duhet i dimë. Po pati vende evropiane, për shembull Spanja doli kundër, Franca doli kundër, do hyjë Venezuela. Britania e Madhe u troqi nga bashkëpunimi në Karaibe. Hollanda po ashtu u troqi nga bashkëpunimi Karaibe. Shiko, si është problemi, unë thash këtu. Jo, kisha me pretendimin që pati reagim në Evropë. Evropa pati reagime për ndërhyrjen në Venezuela. Shumë mirë që e risolli në vëmendje, po shkaku ishte dështimi 26 shkurtit, bisedimet e 26 shkurtit në Gjenevë, pala iraniane refuzojnë në mënyrë absolute marrëveshje për të tërhequr nga bombat atomike, nga programi bërthamor, nga përdorimi i grupeve dhe luftës proxy në lindjen e mesme, pra edhe nga kërcenimet të tjera që ishin me radhë. Pra në listën e kërkesave amerikane, Irani tregoi kokëfortësi dhe luajti deri në sekondën e fundit ose luajti me durimin deri në fund të presidencës Trump, duke menduar që Shtetet e Bashkuara nuk do ta sulmojnë Iranin dhe Izraeli nuk do ta sulmojë Iranin. Pra, ishte krijuar përshtypja prej disa dekadash që Irani është si është, por nuk mund të preket sepse nëse prek Iranin do të ndodh kjo, do të ndodh ajo, do përdori bomba, do të përdori këtë, do të dëmtojë popullsinë e kështu me radhë. Pra ishin shumë se kështu ka kërcënuar vazhdimisht. Po pra, ishin shumë mite dhe Irani në bisedimet e Gjenevës refuzoi, duke menduar, duke luajtur bllofin dhe duke menduar që për te kësaj Shtetet e Bashkuara do të detyrohen prapë të kërkojnë bisedime. Dhe presidenti Trump, po të i ktheheni mbrapa kronikët, do të shikoni që presidenti Trump duket që ka qenë i sinqert në të periudhë dhe ka thënë, shikoni, nëse do të dështojë bisedime, ne do të sulmojmë, Dhe askush nuk e besonte që Shtetet e Bashkuara do ta bëjnë këtë gjë. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Pra, ka një akumulim përplasësh të vazhdueshme dhe ka një akumulim të ndërhyrjeve të Iranit me Hutin, për shembull, ka bërë dëme të jashtëzakonshme, me Hamas ka bërë dëme të jashtëzakonshme, me Hezbollah po ashtu, pra, ka bërë kërcënime të drejtë për drejta ndaj Izraelit dhe ka vazhduar të rikthejë strategjinë për pasurimin e uraniumit, pra atë që Shtetet e Bashkuara thanë që u ndal. Pra, janë shumë elementë që i shtyr Shtetet e Bashkuara. A ishte ky momenti fiks apo jo? Kjo është çështje që e diskutojnë strategët, nuk e diskutojmë ne. Lidhur me atë të Venezuelës, ai ishte një gangster, një politikan gangster, krye mafios, që ishte kreu i trafiqeve të kokainës. E keni për Maduron, besoj. Për Maduron, dhe me thonë të vërtetën, edhe në film po ta kisha parë, nuk do ta besoj që do ishte aq i bukur. Ishte një shembull se si ndëshkon edhe udhëheqës gangster. Dhe me thënë të drejtën, pavarësisht reagimeve që ka patur, e drejta ndërkombëtare, Mariana, është shkelur që në 2014 është prishur precedenti, kur është invaduar ose është përmbysur ose është aneksuar
që Krimeja, dhe këtu ka filluar, dhe do të thëjë edhe më herët, në fakt, ajo që u përmend nga Veneri dhe pak nga Adri, që ndryshimi i hartave dhe interesave. E para që krijoi precedentin, ishte me 2014 në Rusia, që ka vazhduar në tutje. Dhe ndoshta në këtë plan është treguar më sinqert për të dëshmuar se ku janë interesat e saj strategjike në një rikthim të botës sovjetike, të botës ruse, më fal. Më kësillë një pikë që ndoshta do të krijonte pak debat.